Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe më në fund mu dha mundësia që të vi këtu në Kret, në vendlindjen e Zeusit, në vendin ku janë ndruar njëri pas tjetrit romakët, bizantinët, arabët, venecianët, otomanët, deri kur në 1913 Kreta ju bashkua Greqisë. Ky vend ku historia ka parë jashtëzakonisht shumë dhe ka lënë shënim jashtëzakonisht shumë gjëra me shumë rëndësi, jo thjesht për Greqinë dhe për kombin grek, po për gjithë Europën. Këtu në Kret, sipas mitologjisë, Zeusi rrëmbeu princeshën, të cilën pastaj e çoi diku tjetër dhe ndërkohë emri i saj ishte Europa. Dhe nga këtu Europa mori emrin. Dhe prandaj Kreta konsiderohet dhe djepi i qytetërimit evropian. Këtu në Kret kanë lindur shumë njerëz që i kanë dhënë shumë, jo vetëm Greqisë, por mbar Europës edhe mbar kulturës botërore. Që nga piktori i famshëm Domenikos Theotokopoulos, i famshmi El Greco, tek Nikos Kazantzakis, shkrimtari legjendar i Greqisë, dhe patjetër këtu kanë lindur edhe burra shtetit të rëndësishëm për Greqinë, që nga Eleftheros Venizelos tek Konstantinos Mitsotakis, dhe prej këtu e ka origjinën edhe kryeministri aktual, miku ynë Kyriakos Mitsotakis. Por si kudo, në çdo pjesë të Greqisë, në çdo kohë të historisë Greqisë, shqiptarët kanë qenë të pandashëm. Edhe këtu arvanitasit janë të njohur për faktin se për vitet tëra kanë qenë mbrojtësit e Kretës. Arvanitasit ishin ata që si ushtar u rreshtuan në udhëheqjen e venecianëve dhe për shumë vite me radhë i mbajtën otomanët jashtë Kretës. E në ndërkohë u bën pjesë e historisë dhe u bën pjesë e jetës së këtij ishulli të jashtëzakonshëm. Dhe unë jam shumë i kënaqur që sot këtu ne jemi së bashku për të shkruar një tjetër copës historie. Një copës historie që fati ka dashur që të na jepet ne mundësia ta shkruajmë së bashku, ndërkohë që për të ardhur deri këtu shumë të tjerë para nesh dhe para atyre para nesh dhe para atyre para nesh e kanë ndërruar dhe kanë luftuar për të. Historinë e Shqipërisë së pandashme dhe të pandar nga Europa. Kur Skënderbeu u bë mbroj për Europën, nuk kishte Bashkim Evropian, por kishte Europë. Kur rilindësit tanë u bën bashk dhe na infraqëri
na thatë gjithve si një amanet, brez pas brezi, se për ne shqiptarët dielli linda ndej nga Perëndon nuk kishte Bashkim Evropian, po kishte Europë. Dhe kështu